Misteri i sferës aliene. Po, këtu mund ta them haptazi që është gjetur një sferë shumë e çuditshme. Tani, unë jam në mes, e dini gjithmonë që mundohem që t'jem asnjanës. Mirë po, sfera e gjetur në Kolumbia ka diçka vërtet misterioze. Pra, në qoftë se nuk është me origjinë aliene, është një teknologjie tepër të sofistikuar dhe tepër të zhvilluar që është diçka që nuk na thuhet. Dhe tani po ju tregoj disa sekrete që duhet të dini. Kush është rastësisht i gjithmonë mirëmjes një herë të gjithëve, kush është rastësisht të bëj like faqes nëse nuk e ka bërë ende, dhe dëgjojeni me kujdes këtë material. Para disa ditësh bëm një video për sa i përket një sfere që është gjetur në Kolumbia. Por unë do t'u them hap pas hapi tani sepse nuk mund të jem shumë i gjatë në Facebook. Dhe këtu mund të jem i gjatë dhe mund të them disa gjëra të rëndësishme që duhen kuptuar. Atëre, një sferë është vërtet një sferë misterioze, sepse do t'ju them se çfarë kanë zbuluar brenda kësaj sfere. Bile edhe një shqiptar na ka dërguar një foto dhe nuk e di me çfarë sistemi e ka bërë, por ajo që duket brenda është vërtet e çuditshme. Tani, në maj të këtij viti është gjetur një sferë në një periferi të një qyteti në Kolumbia, është një fshat i vogël dhe zotëria që e filmoi, meqense është, thash, janë disa gjëra që do i them këtu që nuk i kam thënë në video. Zotëria ishte një fshatar i zonës, ai po filmonte me telefon, se pak të sferën që po endej, majtas djathtas, një sferë që lëviz si një dron, është tepër e çuditshme, apo jo? Një sferë sepse droni të paktën ka disa gjëra që ti thua, okay, droni është me helika dhe mund të lëviz. Po një sferë, si mund të jetë, si mund të lëviz, si mund të eci një sferë në ajër, dhe si mund të lëviz një sferë në ajër lart poshtë majtas djathtas. Si? Dhe ky zotëria po e merrte me telefon, po ishte shumë larg sfera. Edhe i bënte ndonjëherë zoom telefonit. Çuditërisht sfera ju afrua ti, jo, po u afrua. Dhe filloi që të ulej lart e poshtë derisa ra në një vend, në një zonë që ishte aty. Fillimisht kujtuan që të gjithë, sepse ai vuri një video në TikTok dhe kujtuan që të gjithë që ishte një fake i madh, sepse ndokush mendoi që mund t'i ketë vënë diçka, një fije sipër dhe mund ta mande dhe në kundër diellit, si mund të quhet, në hapësirë, nëse ka një fije nuk duket. Dhe menduan të gjithë se ishte kështu. Kur vendosi videon e dytë, aty pastaj mbetën që të gjithë pa fjalë. Dhe e mori në telefon menjëherë Mausan, që është një gazetar që bën emisione si puna jon, me emisioni Enigma, që ka vite që bën këtë emision, që flet për mistere në përgjithësi, dhe mbahet si gazetari më i madh i Amerikave, qoftë i Amerikës Latine, por edhe i Amerikës. Dhe është meksikan ky, bën një program tër, programin e tij, bile mos gaboj ka 1,5 milion followers në YouTube. Dhe ky shkoi menjëherë. Shkoi dhe takoi dhe bëri dhe intervistë me zotrin. Çudit e kësaj sfere kush janë? Gjëja e parë. Sfera, sepse ky i kishte thënë se çfarë ndodhte me sferën, kur i hedh ujë të ftohtë sferës ngrohet, pra nxehet, që të mbajë të njëjtën temperaturë. Kur e nxen me diçka, pra me nxehtësi, i jep për shembull edhe me ato saldatoret, si janë ato me gas, okay? Që lëshon flak. Me këto, kur flasim italisht drejt që morin, nuk na vin pastaj fjalën në gjuhë shqipe. Dhe po thosha, kur e nxen, ajo ftohet. Pra, kur e nxen sferën ftohet, dhe kur i hedh ujë të ftohtë, pra shumë të ftohtë, ajo nxehet. Dhe çudia e kësaj sfere, ai kur dëgjoi kështu ky Mausani, tha duhet ta ekzaminoj. Dhe shkuan që ta ekzaminonin. Zotëria nuk donte dhe bile nuk do të doli djali i tij në video. Ky zotëria nuk del në video, për mos keni parasysh si një nga fshati për shkakun që thon tani do fillojnë që të tallej njerëzit me mua. Dhe e çuan që ta ekzaminonin tek një radiolog që bën edhe si thon, nga to filmime në negativ, me fjalë shikon edhe negativ në mënyrë negative se kush se si është, si për shembull kur bën për kockat.
si quhet, rezonancë, si quhet. Dhe pasi e vurën re, brenda sferës ka 12 sfera të vogla në një vend të caktuar. Aty tek ai vendi i caktuar, magneti nuk afrohet. Me dëgjuat mirë. Pra, në të gjithë sferën afrohet, me fjalë e kap me magnet, por në atë vend ku janë ato 18 sfera të vogla në një vend të vogël, sfera është 7 kg. Bile ka nga ata, unë nuk ma merr mendja, por ka nga ata sepse e vurare që e kanë edhe peshuar, është një sferë pak më e madhe se topi i futbollit dhe është 7 kg, por thuhet që rrit peshën. Në momentin që e mban në dorë ose e lë diku, rrit peshën, kurse kur rri në ajër, që tani nuk dihet se përse, por nuk rri më në ajër, por sa më lart tokës është dhe aq më lehtë është. Dhe tjetra që është akoma më e çuditshme, siç ju thash, një shqiptar kishim bërë këtë video, bëri një test të vogël, më bëri shumë çudi dhe ja çova dhe shokut ton, një shoku që merret me këto gjëra dhe tha, e ka bërë me një sistem, më tregoi sistemi që e ka bërë ky shqiptari, një shoku ynë që na ndjek në përfaqet tona, sepse brenda sferës duket sikur ka një objekt. Tani nuk është puna e objektit, ajo është energjia që ka brenda sfera. Çdo të thotë kjo. Brenda sfera duket sikur ka një forcë shtytse energjike të madhe, jashtëzakonisht të madhe. Dhe ndoshta sfera mund të ketë humbur në ndonjë brim, sepse ka disa pika, disa si tip brimash të vogla, që mund të ketë dal kjo energji që ka brenda. Tani, ka nga ata që mendojnë që sfera është një pjesë, shumë thonë që është aliene, sepse ka disa gërma të çuditshme që lidhen me gjuhën e Mesopotamis, gjuhën e vjetër. Mirë po, ka edhe një tip qipi, si një mikroqip, mund qendër. Dhe tregohet që ky mikroqipi, së bashku me këto shkronjat, mund të ketë lidhje me alienët ose me jashtoksorët. Por unë them që jo, dhe do t'i them se përse. Unë mendoj, unë mundojmë që t'jem asjanës, po duhet t'jemi qartë në këtë diskutim. Unë mendoj që është një teknologji e tokës, pra nga njerëzit, e bërë nga njerëzit, nga një teknologji që ne nuk e njohim ende, edhe pse dikush mund të thotë për shembull që si mundet që një sferë mund të lëviz në ajër ose të fluturoj pa krah, pa elika, si është e mundur. Pikërisht pra, sepse mund ta ketë brenda. Pra energjia që ka brenda sfera, shtytja që ka brenda, mund të ketë në një sistem brenda, që e lëviz energjin me shumë forcë, dhe mund të ketë një sistem, mikrosistem të vogël që e rrotullon, e çon lart, poshtë dhe ti e bën me telekomandë. E përsëris edhe njërë. Shikoni, po të merrni një top dhe ta mbushni topin me elio, me atë që ngjitet lart, merrni me mend të ketë një forcë kaq të madhe brenda, me fjalë të ketë shumë më shumë, mos jetë, sepse elio është i lehtë. Ky është problemi. Tani forca shtytse që ka brenda mund ta mbajë topin në ajër, pra forca shtytse e eliosit, pra e lëngut ose ajrit që për ta mbajtur, si puna e tullumbacave. Edhe tullumbacet ti hedh ajrin, atë ajri që mban sipër dhe ajo ngrihet lart. Pra e njëjta gjë themun që është edhe kjo sfera. Pra nuk besoj që mund të jetë aliene, por është njerëzore dhe për shkaqe që nuk dihet, ajo ka rënë. Sepse një gjë tjetër, tek vendi kur ka rënë kjo sferë, në të 4 cepat e kodrave, sepse rarmun mes, në të 4 cepat e kodrave ka antena të mëdha. Dhe nuk shpjegohet se si në këtë vend të mund të gjendej kjo sfera. Dhe unë jam i bindur, sepse i vura shumë re videos, unë jam i bindur që ato antenat, që janë 4, si që thash, 4 antenat të mëdha, ka mundësi që ky ishte një nga testet që bëhet për sistemet e reja. Normal, ju duhet të dini edhe diçka tjetër, që ne përdorim telefonat celular që ishin dikur, ishin ushtarak.
dhe nuk sot që kemi telefonat celular. Dikur ishin radio, me një fjalë për ushtarakët, dhe me kalimin e kohës ju dha njerëzve. Bile është bërë një diskutim i gjatë, e jam i bindur për këtë, sepse e di që t'ja u jepin, t'ja shpërndani njerëzve ose jo. Dhe kur doli celulari pari, që doli në Amerikë, pastaj vazhduan dhe e bën në të gjithë botën. Por fillimisht ishte për ushtarakët. E njëjta gjë besoj është edhe kjo sfera. Pra është për ushtrinë sekrete, mendoj, diçka sekrete. Mendoj, unë do të dëshiroja një komentin tuaj. Do t'ja u lë këtu një foto, por që të duket mirë edhe ai qarku që gjoja është qark, nuk e di çfarë është, që dikush e quan qark kuantik, edhe ato shkrimet e çuditshme që ka rreth e rreth si hieroglife të Mesopotamisë. Jo hieroglife, për ato të shkrimet e sumerve, për afërsisht. Tani mund t'jenë edhe këta Anunnakët, si që keni parë videon që u kam bërë para disa muesh, Anunnakët po vinë, ose Anunnakët kanë ardhur, thot dikush në Washington. Tani, ne nuk e dim këtë, po megjithatë do të dëshiroj një komentin tuaj për këtë argument që është vërtet i çuditshëm. Kalofshi një ditë bukur, punë të mbarë dhe ju përqafoj. Faleminderit për komentet. Ju faleminderit, pres.